Pavarësisht se ku na çon rruga e jetës, një pjesë e zemrës sonë ka mbetur gjithmonë këtu, sepse njeriu mund të ndërtojë jetën e tij në shumë vende të botës, por vendlindja mbetet gjithmonë vendi ku shpirti gjen qetësinë më të madhe të saj. Të ndërtosh diçka në vendlindje nuk është vetëm një investicion apo një projekt, është një kontribut për të ardhmen dhe për një qëllim për ekonominë dhe zhvillimin e shtetit tonë. Për të ardhmen mund t'ju them vetëm edhe një gjë. Aja që kemi ndërtuar sot është vetëm fillimi, sepse projektet e mëdha nuk ndërtohen vetëm për të sotmen, ato ndërtohen për të ardhmen, për brezët që vijnë për zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Ky investim i rëndësishëm në sektorin prodhues dëshmon se vendi ynë ka potencial të jashtëzakonshëm për të ndërtuar industri konkurruese, për ta fuqizuar prodhimin këtu në Kosovë dhe për ta ulur edhe varësinë nga importi. Ajo çfarë bëhet në Kosovë nëpërmjet sektorit privat është vetë themeli i një ekonomie të qëndrueshme, nga se krijon vlerë brenda vendit, rrit kapacitetet tona dhe forcon pavarësinë ekonomike. E një nga ndikimet më të drejtë për drejta të këtij projekti është punësimi. Vendet e reja të punës që po krijohen sot janë mundësi reale për të rinjt tonë që ta ndërtojnë jetën dhe karrierën e tyre pikërisht këtu në Kosovë. Rinia është potenciali më i madh që e kemi, dhe investimet si ky janë dëshmi se ky potencial mund dhe duhet të zhvillohet brenda vendit. E kësaj i jap një dimension të veçantë pikërisht fakti që ky investim po bëhet nga mërgata jonë. Ky projekt bart edhe një mesazh të fuqishëm për gjithë mërgatën tonë. Tregon se Kosova nuk është vetëm vendi ku mërgata jonë kthehet për pushime, për vizita familjare, por edhe vendi ku mund të investojnë, ndërtojnë dhe krijojnë perspektivë afatgjatë për veten dhe familjet. Suareka po ndryshon për arsye se i ka njerëz punëtor, i ka njerëz të mirë. Suareka 2 dekadën e fundit ka ndryshime shumë të mëdha. E kjo është qëllimi kryesor që ta zhvillojmë vendin ku presim të hapen edhe 940 vende të reja të punës. Kjo është për neve shumë e rëndësishme të kemi për 30 për 3 tona vende të reja të punës në Suareka. Kur jemi bashk, jemi më të fortë. Edhe kam edhe një fjalë, po vjen mirë që bizneset e Suarekës po punojnë shumë, po na zbarin thyrën edhe neve, kështu që Suareka po ndryshon faleminderit shumë. Hapja e kësaj linje të prodhimit dëshmon qartë potencialin dhe kapacitetin të cilin e posedon sektori privat për të investuar në teknologji moderne dhe për të krijuar një vlerë të shtuar për ekonominë tonë. Andaj, ky hap konkret është edhe një forcim i industrisë vendore dhe rritjes së konkurrencës si në tregun rajonal, po ashtu edhe në tregun e Bashkimit Evropian. Në veçanti, ky investim kontribon drejt për drejt në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, duke filluar prej nivelit komunal, po ashtu edhe në nivel shtetëror. Ka pasur ditë të vështira, ka pasur sakrifica që nuk e kemi treguar askujt. Ka pasur momente ku rruga duke shumë e gjatë, por ndoshta edhe pamundur. Por ishte diçka që nuk na lejoi me u dorëzu asnjëherë. Dashnia për njëri tjetrin dhe dashnia e madhe për Kosovën. Kjo dashni na ka mbajtur gjallë ëndrrën. Na ka dhënë forcë me vazhdu edhe atëherë kur ka qenë më së vështiri. Dhe sot ne jemi këtu. Sot nuk po hapim vetëm një fabrikë. Sot po hapim një kapitull të ri të jetës sonë. Seit Mai 2019 kenne ich Xavit Krasniqi, ein Geschäftskollege von Toni, von meinem Mann. Damals, vor vielen Jahren, begann als junger Isoleur und heute Xavit ist ein aufmerksamer Zuhörer, schaut die Anlagen gründlich durch und entdeckt versteckte Mängel, haben uns ihr Heimatland in Kosovo durch eine gemeinsame Reise näher gebracht. Wir durften Land und Leute kennenlernen,
Handwerkliche Tätigkeiten und Produkte für die Baubranche haben uns so begeistert, dass wir für unseren Hausbau in der Schweiz gerne auf Fenster, Fliesen und Küchenmöbel zugegriffen haben.